Të nderuar shikues, jemi sërish së bashku drejt për drejt nga Pallati i Sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës. Veriu Sport transmetoi drejt për së drejt pjesën e parë të ndeshjes, e cila u mbyll me fitoren e thellë të ekipit Lezhjan Beslidhja me shifrat 17-42. Tashmë Vllaznia Vendase dhe Beslidhja Mysafire, kryesuese e Superligës së basketbollit shqiptar, dëtojnë pjesën e dytë. Gati starti dhe dëgjohet vëshëdhima, fillon pjesa e dytë me periudhën e tretë. Usumi i parë për skuadrën Lezhjane Hysa. Për 3 pikë Lezhjanët nuk shënojnë, Klajdi Kiri zotron në tabel. Arnold nuk shënon. Ralla është për Beslidhjen. Kiri kombinon me Arnold. Është ndarë loja, për momentin është dëmtuar basketbollisti i Vllaznisë. Kujtojmë që periudha e parë e ndeshjes u mbyll me shifrat 6-18 për Beslidhjen. Edhe e dyta me një dominim total të Beslidhjes me shifrat 11-24. Çka do thotë që pjesa e parë, 20 minutë i parë, me shifrat e përgjithshme ishte 17-42 për ekipin e Beslidhjes, që vazhdon të jetë në kryesim. Arnold për Vllaznin, Kiri, nuk konkretizohet me pike kjo aksion i Vllaznisë. Në 8 minuta 2 dhe akoma nuk ka asnjë pikë në pjesën e dytë. Janë në fuqi shifrat 17 Vllaznia, 42 Beslidhja. Hamati, kapiteni i skuadrës Lezhjane Hysa. Për 3 pikë Beslidhja nuk i shënon. Mundësi e Vllaznisë për nëse e shënon këtë aksion. E shpërdon përsëri Vllaznia. Hamati, Alimani, kosh dhe personal. Kosh dhe personal. Alimani, gjutja pare lirë ti. Një gjutje vetë ishte, sepse koshi ishte i vlefshëm. 24 Beslidhja, 17 Vllaznia. Arnold. Mbyll këtu fatkeqësisht shtatarët i Vllaznisë, Klajdi Kiri, gabimi 5 personal dhe ka sinjal nga gjyqtaria me tabelën numër 5, largohet nga fusha lojës, mbyllet ndeshja për Kirin, një mundësi me pak për Eni Llazanin, tani në Vllaznisë, kur nuk do të ketë
shërbimit të shtatartit Kiri. Ishin 2 gabime personale në startin e pjesës së dytë. Brenda 3 minuta është markuar 2 herë dhe gabimi 5 personal. Ndonë se pati reagime nga kampi Kuqe Blu dhe Beslidhja është në përshrime spektakel dhe entuziazmi është për Alimanin dhe kampin dhe Zjan. Tjetër përshimi kërkuar nga trajneri i Vllaznisë Enil Vllazani, ku luhet minuta 3, rezultati është 17-48. Një lojë jo e mirë ekipit Vllaznisë, do të pranojmë në shumë plansh disa gabime në pjesën e parë, por edhe pjesa e dytë ka filluar jo mirë për ekipin e Vllaznisë. Dhe dalja jashtë me 5 gabime profesionale e Klajdi Kirit, që shikojmë në ekipin e stafin e Vllaznisë, akoma është i pabindur për ndëshkimin që ju bë nga trupa gjykuese, duke larguar shumë shpejt nga fusha lojës me 5 gabime personale dhe pikat më të forta në luftën në tabel shtatar 2-08. Dhe tashmë Vllaznia ka aftësi më të vështirë dhe përsëri Beslidhja zoton topin në tabelën pritëse. Amati, Alimani, Amati për hysa për 3. Nuk shënon, por përsëri është Beslidhja me Hamatin, që shënon pikën e 50. Kifa thella për ekipin e Beslidhjes ndaj 17 e Vllaznisë. Minuta 4 për periodën e 3 të takimit, luhet pjesa e 2, 17 Vllaznia, 50 Beslidhja. Thomas ka shpërdoruar ata aksion të Vllaznisë, të pabesueshme shifrat e thellat e Beslidhjes ndaj Vllaznisë. Natyrisht Beslidhja është një superfuqi e basketbollit shqiptar, por kurse si nuk pritej kjo diferencë ka çeballë, kur Vllaznia ka treguar se ndaj Beslidhjes ka rivalizuar mjaft dhe sonte në pallatin e sporteve Qazim Dervishi pritej një ndeshje tjetër me rivalitet, me ritëm, por Beslidhja me këtë diferencë të madhe pikësh duket se ka mbyllur ndeshjen për para kohë. Tjetër gabim personal dhe stafi i Vllaznisë është i pakënaqur. Shikojmë zëvendëstanerin e Roni Gjeçaj, që ndeshkohet edhe me teknik nga arbitri. Proteston stafi teknik i Vllaznisë dhe si shpërblim merr edhe një ndeshkim teknik. Ndeshkohet zëvendëstaneri Roni Gjeçaj.
Edbond, Alimani, tjetër vendime i kontestuar nga stafi i Vllaznis për një faull të pretenduar në favor të Vllaznis që nuk u akordua nga arbitrat, përkundrazi u dha teknik të shpër për Eri Llazanin. Ndëshkohen të dy trajnerët, fillimisht Roni Xheça dhe më pas edhe Eni Llazani për protestën ndaj gjykimit. Thomas nuk shënon dhe Stidja zotëron topin. Shënon Hamati. Aksioni për Vllaznin. Sestani për 2 pikë. I shënon. Hamati. Hysa. Marrën aksioni sulmi për Beslidhjen. Alimani. Gabuar. 1 minuta 5 për periodën e tretë, 19-53 Beslidhja. Një dominim i plot e ekipit të Zhan, por ka pasur disa reagime nga kampi i Vllaznis ndaj arbitrimit. Ndoshta ky i fundit ishte edhe disi më flagrante kur një pengim i sulmit të Vllaznis, kur të gjithë të pristin një vëshëllim për një faull në favor të Vllaznis, nuk u akordua dhe kjo acaroi stafin e Vllaznis. Ndoshta ishte ndër pretendimet pa hyrë në kompetencat arbitrimit, ndër pretendimet më flagrante të Vllaznis për të dhënë një faull në favor të Vllaznis. Ndodhi kundërta. U ndeshkua me teknik trajneri i Vllaznis, Eni Llazani, kur më herët u ndeshkua edhe zëvendës trajneri i Vllaznis, Roni Xheçaj. Gjithsesi avantazhi i Beslidhjes është i lidhshëm, është i merituar. 21-56 është avantazhi. 3 ndrime në këtë momente nga tekniku i Beslidhjes Shodrani Efrem Lilaj. Sestani. Luhet minuta 7 për periodën e tretë. Aksioni për Vllaznin. Ndalë loja për momentin. Dy gjytë të tjera për Arnold. Shënon në të paren. Edhe në të dytën dhe shkon në 23 pike barazhi i Vllaznis në 56 të Beslidhjes.
Sulmi për Beslidhjen, Tokis. Dhe ka shënuar me lehtësi Alimani, i ka 58 për Beslidhjen dhe 23 të Vazhnisë. Arnold dhe humbet topin për Rimer. Thomas. Gabim personal i shkaktuar në dëm të Vazhnisë, ishte Edmonds që shënoi që shkaktoi gabimin personal. Topi nga vjenësore. Shestani. Thomas. Tjetër gabim personal në dëm të Beslidhjes, duke se tashmë ka ndryshuar disi dhe ritmi i gjyqtarëve të cilët po ndërshkojnë edhe Beslidhjen, sepse me heret pati shumë ankesat për nga kampi i Vllaznisë për mosdhënien e disa gabimeve personale. Tashmë gjyqtarët janë disi me të gatshëm që ishte ky moment për të dhënë vendimin në favor të Vllaznisë. Nuk shënon Beslidhja. Parker në tabel ka rëshqitur. Thjesht ka përshëllim vetëm për rëshqitje, jo për gabim personal. Alimani në loj. Sulmi për Beslidhjen. Për 3 pikë Lilaj duke shënon. Powell për 3 pikë. Nuk i shënon as Powell dhe finalizon Edmonds në tabel, shumë i suksesshëm. Tashmë nuk ka shqetësimin e 2 metrosh i Shkodran Klajti Kiri që gjyqtarët e larguan me 5 gabime personale me fillimin e pjesës së dytë. Dhe lufta në tabel për ekipin lezhjan tashmë është më e pastër. Edhe 1 minutë dhe 55 sekonda nga mbyllja periudhës së parë, kryeson në Beslidhja me shumë diferencë. 24 me 60, 36 pikë diferencë. Shumë kjo diferencë në favor të Beslidhjes. Askush nuk e priste për para ndeshjes, por jashtë të ndodh. Në ditë jo, Vllaznia basketit për meshkuj dhe Beslidhja përfiton duke kryesuar që nga minuta e parë deri në këto momente. Shënon 2 pikë radhazi Alimadi. 62-24 për Beslidhjen. Standi për 3 nuk shënon. Prodani për ekipin e Beslidhjes. Powell për 3 nuk shënon dhe për topin Vllaznia. Arnold. Ndrim tek Beslidhja, në loj Hyssa. Largohet
Alimani. Brand. Ka mbrojtje të ngjeshur, skuadra lezhiane është mirë organizuar në të gjitha aspektet. Në mbrojtjen tabel, në gjujtjet sakta nga distanca, nga bojnë përsëri kuqe blut me këtë gjujtje nga distanca, japin mundësi Bezdidës ta thellojë akoma më shumë diferencën. Prodani gambim përshëndan në sulm nga ekipi Bezdidjes. Gambim përshëndan në dëm të Grazdanit. Tashmë duke se gjyqtarët janë disi më të gatshëm të ndeshkojnë edhe Bezdidjen kur u krijua një përshtypje nga tifozëria shkodrane dhe nga stafi i Vllaznisë se nuk ishin korrekt me ekipin e Vllaznisë, por bështëdhimet e fundit janë edhe në dëm të Bezdidjes. Gjithsesi, ajo që vendos, ajo që ka më tepër rëndësi është rezultati i takimit. 24 Vllaznia, 62 Bezdidja. Super diferencë e ekipit lezhian. Arnold, gjyqja e parë lirë me sukses ka shënuar edhe një mundësi për Vllaznin, për Arnold. Shënon pika 26. Vllaznia, 62 Bezdidja. Prodani për Bezdidjen në këtë aksion tenton për 3 pikë, kombinton me Grazdanin. Se pas një rotullimin në tabelë shënon bukur, lirohet dhe shënon Shestani. Dhe ka shënuar Superkoç. Ky ishte Superkoçi i ndeshjes, nëse mund ta quajmë, në momentin kur topi u lëshua nga distanca, rreth nga mesi fushës u dëgjua vërshëdhime e gjyqtarisë se koha e rregullt kishte përfunduar për topë ishte në fluturim e sipër dhe përfundoi në kosh dhe është i vlefshëm koshi për Vllaznin. 29 Vllaznia, 64 Bezdidja, por ky ishte koshi i ndeshjes. Duhet theksuar dhe duhet në një farë mënyrë Vllaznia mund të ngushëllohet me këtë superkosh të kapitenit Robert Shestani që nga mesi i fushës e lëshoi topin drejt koshit kundërshtar kur koha në momentin e largimit të topit nga duart e tij drejt koshit të Bezdidës u dëgjua vërshëdhima për mbylljen e takimit, por rregulloria përcakton që kur topi është në fluturim e sipër, topi është në ajër, gjutja vlerësohet dhe topi përfundoi në rrjet me kosh 3 pikësh. 29 Vllaznia, 64 Bezdidja. Edhe 10 minuta nga fundi i kësaj ndeshje do të luhet perioda e 4 dhe e fundit me një diferencë shumë të thellë të ekipit lezhian me 33 pikë diferencë. Vështirë të përmbyset nga Vllaznia, por gjithsesi një 10 minutë që ndoshta kuqe blut mund të kenë mundësi të riparojnë diçka në lojën e tyre për të shkurtuar diferencën e dizavantazhet shumë të thellë. Nis kjo periudhë e 4 me topin për Vllaznin, kapiteni Shestani, Parker.
3 pikë. Nuk e shënon. Aksioni për Beslidhjen, Hysa. Gabon Beslidhja, topi për Vllaznin. Ishte një rëshitje e kapitenit të Vllaznis Shërstani që po e stabilizon edhe zonën e Vllaznis për të mos pasur në lagështirin e rëshitjes, por nis aksionin dhe Vllaznia e humbe këta aksion. Hysa dhuron spektakël Hysa pas ti gabimi fatal të Vllaznis se ja dhuroi topin Beslidhjes që shkon në kuotën e 66 pikeve. Shërstani. Vllaznia blokohet në këtë aksion. Nuk shënon për 3 pikë. Vllaznia, topi për Beslidhjen. Është Prodani. Gabon Beslidhja. Arnold me topin e zotrim për ekipin e Vllaznis në këtë aksion të periodës së 4 të fundit, ku luhet minuta 2 e kësaj periode. Brand shënon Vllaznia në këtë moment e 2 pikë të tjera, shkon në kuotën e 31 pikëve ndaj 66 të Beslidhjes. Prodani. Tret thjesht, lirshëm. Shënon i qetë, i pashqetuar nga askush, pikën e 68 për skuadrën e tij. Gabim personal në favor të Vllaznis. Si se tha me herët, ka me shumë përshëllima në këtë fragment të pjesës fundit të takimit, të periodës së 4 dhe pak ka perioda 3, kështarët ndërshkojnë edhe Beslidhjen, jo vetëm Vllaznin që se që pati shumë reagime nga kampi Kuqeblu, që dhe mos pas largimit me 5 gabime personale të Kladi Kirit, që në startin e pjesës e 2, lojtari me shtatërsi 2-0-8, qendra e Vllaznis u largua me pas edhe 2 momentet të tjera pretendimi që u shoqëruan me 2 teknik për trajnerët e Vllaznis, Enio Vllazani dhe Roni Xheçaj. Shënon Drezdani, 70 Beslidhja, 31 Vllaznia. Një ndeshje për të harruar nga skuadra Kuqeblu që përsëri e humbte aksion. Ishte një ndërhyrje e bukur e Vllaznis, por gaboi me pas. Prodani. Gabim personal në favor të Beslidhjes. Powell këtë gjujt e të vjera. Edhe 6 minuta dhe 52 sekonda nga fundi i takimit. Preson Beslidhja. Powell shënon pikën e radhës, pika 71 ndaj 31 të ekipit të Vllaznis. Me sukses dhe gjujtja dy të lirë, thellohet avantazhi, shumë thellohet avantazhi i Beslidhjes ndaj Vllaznis. Temperatura të ftofta të ulta në pallatin e sportit Sazem Dervishi, por temperatura të ulta edhe në kampin Kuqeblu. Tifozeria skuadranit që është e pranishme nuk pati mundësinë
asnjë moment të ngrohej nga loja skuadrës shkodrane, e cila nuk vërrej asgjë në këtë ndeshje me shumë gabime të një pas njëshme. Por përsërisim që duhet ta pranojmë që në përsëri Beslidhja, duhet ta pranojmë që temperaturat janë të ulta në pallatin e sporteve Qaqim Dervishi, që nuk shkon për 7 ekip një loje e basketbolli. Ky 3 pikësh i Robert Shestari në këtë moment është një ngushtim për Vllaznin, 34 Vllaznia, 74 Beslidhja plus 40 për të harruar. Për të harruar, Vllaznia minus 40 pikë këtë ndeshje, Shestani gjuan përsëri për 3, por nuk shënon këtë radhë. Edhe 5 minuta dhe 32 sekonda nga fundi i takimit. Krejt ndryshe prite kjo ndeshje dhe krejt ndryshe doli kur hysa me këte 3 pikësh e thon akoma më shumë. Diferencën e favor të Beslidhjes, 34 Vllaznia, 77 Beslidhja. Një Beslidhje potente në të gjitha aspektet e lojës, paull për 3, i shënon edhe këto. Shikoni çfarë ndodh në pallatin e sporteve Qaqim Dervishi të Shkodrës, ku Verius Sport po e përcjell këtë ndeshje për gjithë amatorët e basketbollit drejt për drejt. Por për tifozërinë shkodrane është një ndeshje për të harruar, ndërkohë që e kundërta mund të jetë dhe duhet të jetë dhe është për tifozërinë lezhjane që i gëzohet këtij rezultati të thellë, një ditë e suksesme për qytetin e Lezhës, për klubin Beslidhja, kur 3 orë më herët, po 4 orë më herët ishte Beslidhja e futbollit e drejtuar nga trajneri i Shkodran Elvis Plori, që fitoi me rezultatin e thellë 10-0 ndaj ekipit Adriatik. Një fitore 10-0 dhe marrja kryesimit të klasifikimit në kategorinë e dytë me pikë të barabarta me Basanjen, e ndërkohë aktualisht në pallatin e sporteve Qaqim Dervishi, Beslidhja e basketbollit meshkuj po kryeson me 40 sa pikë diferencë në favor të saj. Pra një ditë po mund themi për klubin Beslidhja me 2 fitore të një pasnjëshme. Në futboll 10-0 dhe tashmë në basketboll është duke e finalizuar, edhe pse ka dhe 4 minuta dhe 13 sekonda, është thuajse e garantuar dhe po thuajse e mbyllur kjo ndeshje, kur diferenca është aq e madhe, 38 aktualisht Vllaznia, 82 Beslidhja. Gabim personal në favor të ekipit të Beslidhjes. Prodani pran gjutjes e lirë e shpërdoron parën, edhe një mundësi për Prodanin që këtë radhë shënon e çon Beslidhjen në kuotën e 83 pikëve ndaj 38 të Vllaznisë. Aksioni për kuçëblut vendas. Shënon 2 pikë të tjera ngushtimi Vllaznia. Aksioni për Beslidhjen. Prodani, Prodani përsëri. Numri 1 shumë efikas, shumë i lëvizshëm. Me kosh kombinimi Lilla i Grazdani, 85 me 20 plus 45 Beslidhja, rezultat për të harruar
i pa parë ndonjëherë në ballafaqimet Vllaznia Bestirja. Edhe 3 minuta dhe 4 sekonda nga fundi i ndeshjes, e cila po transmetohet drejt për drejt nga Pallati i Sporteve Qasem Dervishi i Shkodrës, nga portali Verio Sport. Kujtojmë që para ditën e sotme Verio Sport ishte drejt për drejt nga kryeqyteti, duke transmetuar ceremoninë në respekt të ikonës së sportit shqiptar, nderit të kombit, peshqnitësit të minjohur Faruk Kadheshi, i cili festoi 80 vjetorin mes miqve, shokëve dhe autoriteteve, duke u ndërruar edhe me çmim special nga Federata Paqes Ballkanike. Dhe nga Tirana, në Pallatin e Sporteve Qasem Dervishi, Verio Sport të spostohet në një tjetër transmetim live, tashmë për Superligën e basketbollit meshkuj, duke pritur një ndeshje ndryshe dhe kret ndryshe në fakt u reflektua prej një rivalitet, një grind dhe një emocion më shumë të kishte kjo ndeshje, ku Vllaznia ambicioze ka përballë Bestirën kryesuese, duke tentuar që ta ndalë, por nuk arriti as pak qëllimit, jo vetëm të ndalë Bestirën, që vazhdon të kryesoj pas një humbje, por duke u turpëruar, mund themi, në fushën e saj me këtë rezultat të thellë, që deri në këtë momente vazhdon të jetë i tillë, me shifrat të mbi 40 pikë. Shpëtojnë Vllaznia të aksion të rradhës, hysa për Bestirën, vetë hysaj, por blokohet nga brand, por Bestira rezulton topit dhe Grazdani, që kompenson kolegën e tij. 87 Bestirja, 43 Vllaznia, edhe 1 minutë dhe 50 sekonda nga fundi, shënon Thomas pikën e 45, diferencë e madhe. Të vetë rezultati i ndeshjes, nuk ka nevojë për koment. Dhe shënon Paul pikën e 89 për Bestirën ndaj 45 të Vllaznisë. Vllaznia për 3, nuk i shënon hysa, edhe 1 minutë të 26 sekonda nga fundi, Lillaj, kombinimi që sjell koshën e rradhës me autor Pavel, 91 Bestirja, 45 Vllaznia. Lëvjanët ndoshta po tentojnë të kapin 3 shifrorin për të kapur pjevarajin pikën e 100. Nuk ka shumë kohë, 1 minutë e 11 sekonda, por 9 pikë i duhen Bestirës për të arritur një shfitore me 3 shifra. Gabim personal i Thomas në dëm të Prodanit, gabim i 4 personal i Thomas. Prodani nga vija nësore. Prodani një tenton për 3 pikë, nuk i shënon. Vllaznia ka të drejtën, topit nga fusha e saj, nis aksioni i Vllaznisë dhe ka nisur dhe minuta fundit. Shënon Thomas pikën e 47 për Vllaznin, ndaj 91 të Bestirjes, e Prodani në këtë aksion individual shënon. 93 Bestirja, 47 Vllaznia dhe 35 sekonda loj nga fundi. Brand, Parker për 3, nuk shënën, topi për Bestirjen, edhe 25 sekonda nga fundi.
Prodani. Aksion individual që shoqërohet me gabim personal në favor të Prodanit dhe 15 sekonda për të mbyllur gjithë ndeshja. Prodani tek vija gjujtjeve të lira nuk e shëron. Mbetet të fuqi rezultati 47 vllaznia, 93 Beslidhja, por ka dhe një mundësi Prodani që shënon pika 94 për Beslidhjen, sulmi për vllaznin që ka vetëm 47 pikë. Është aksioni i fundit dhe 3 sekonda dhe pritet të dëgjohet përshëndetja përfundimtare dhe vjen mbyllja krejt ndeshjes. Të nderuar shikues të portalit Veri Sport, tu përfundon gjithçka nga Pallati i Sporteve Çaçim Dervishi i Shkodrës. Unë Gasper Marku në rolin e komentatorit ju përshëndes. Për ato që na ndoqën dhe patën durimin, kënaqësinë apo edhe interesimin e duhur për të ndjekur këtë ndeshje, se ndryshe doli me tepër rivalitet, por është mbyllur me shifra të thella. Vllaznia 47, Beslidhja 94, fitore e merituar e Beslidhjes në një humje e thellë dhe zhgënjyese e vllaznisë, ndonse gjatë ndeshjes pati pretendime jo pak të ashpra nga stafi i vllaznisë në drejtim të gjykimit, por ajo i takon një sektori tjetër për ta analizuar. Po ne e mbyllim këtu, të nderuar shikues, me këtë entuziazëm në mesin e fushës të kampit e Lezhjan, që dora trukitet edhe nga tifozeria e Beslidhjes, e cila është në krahun e djathtë të ekranit tonë, që përshëndet fitoren e merituar të ekipit Lezhjan Beslidhja me shifrat e thella 47 me 94. Këtu të nderuar shikues, e mbyllim edhe një herë nga unë Gasper Marku, falenderimet përfundimtare për ato që na ndoqën. Miru takosh në të tjera transmetime të drejt për drejta nga qyteti i Shkodrës në lojrat me dorë apo sportet e tjera.